Mirë mbrëma. Do t'ju flas për rendin e ri botror ose për projektin e rendit të ri botror sipas mendimit tim. Dhe më thoni nëse unë kam të drejtë ose jo. Përpara se ta bëj këtë, do të dëshiroja një komentim tuaj për këtë që do t'ju pyes tani. Kush nga ju jeton jashtë dhe ku jetoni? Për shembull, kush jeton në Itali, kush jeton në Gjermani, kush në Greqi, kush në Francë etj, kush në Amerikë? Dhe dua t'ju pyes që të gjithëve. Do t'ju lutesha thash një koment sepse diskutimet e përbashkëta do kuptojmë më mirë thelbin e kësaj bisede dhe të këtij diskutimi. Atëre, ju që gjendeni aty, si jeni në krahasim me vendasit? Pra, çfarë pozicioni mendoni ju që keni në krahasim me vendasit? Ose më mirë, sa të privilegjuar jeni ju në krahasim me vendasit? Pse e them këtë? Sepse, për shembull, Greqia, nuk e di, nëse dini për Spanjën, sepse e kam thënë një herë tjetër, po dua ta përsëris edhe një herë. Spanja, për shembull, nëse ti shkon në Spanjë, nëse ti kërkon dokumentat spanjoll, ti je i detyruar që të mësosh gjuhën spanjolle dhe të ndjekësh një kurs. Sepse pa këtë kursin nuk mundesh. Nuk mundesh sepse nuk ta japin. Me fjalë, ti duhet të lidhesh me një avokat, pra jep para avokatit, një kurs dhe jep para kursit, njëkohësisht shtetit, që ti të ecësh përpara dhe të mund të marrësh dokumenta. Tani, nuk flasim për pasaportizim, po flasim për dokumenta. Kjo po ndodh gjithandej sepse po hapen, u hap si lojë, si thot dikush, por nuk është lojë. Do t'ju them pra se ku qëndron projekti. Nëse e keni vënë re, e njëjta gjë ndodh edhe në Greqi. Ka shok kushërinj që njoh, për shembull, që kanë kohë që janë në Greqi dhe nuk marrin dot pasaportën greke. Ndonse mësojnë gjuhën, mësojnë historinë, mësojnë çdo gjë dhe nuk munden, sepse ashtu janë projektet. Pra, në qoftë se shkoni në çdo cep të botës, duket sikur me kalimin e kohës, në vend që t'i japin prioritet emigrimit, sepse atë po bëjnë tani apo jo. Pra, emigrantët po vinë nga vendet e tjera, si ikën shqiptarët për shembull, apo marokinët përpara ikën marokinët, që i shpërngulën. Pastaj shpërngulën shqiptarët, pastaj sirianët, irakenët etj. Tani, pse nuk u japin pasaport? E keni menduar këtë? Sepse japin, thonë që emigrimi ishte në plan të parë, biles kush flet kundër emigrimit, qortojnë dhe ngrihen me zë të lartë etj. Të gjitha pallavra, sepse është e vërtetë që dikush kërkon globalizimin. Por përpara se të ndodhë globalizimi, ka vendosur që të shkundin një pjesë të madhe të botës. Pra tani po ju them, kush është rastisht e ti bëj like faqes që jemi sërish, qofse nuk e ka bërë ende dhe faleminderit. Në qoftë se e keni vënë re, po ta shikoni në çdo cep të globit, përcillen pra këto projekte sikur të jenë numër 1, pra i japin prioritet emigrimit. Dakord. Por në të vërtetë, po ta shikoni thellë, nuk japin aq prioritet, përkundrazi. Për shembull, duke filluar që nga Greqia, Italia, Franca, Gjermania, apo ku ta di unë, që të gjitha këto shtete i urrejnë emigrantët. Vireni re. Ndaj ju thash që ju kërkova që juve, që kudo që gjendeni, të mund të shkruani një koment që ta kuptojnë të gjithë. Më thoni, i urrejnë apo jo emigrantët? Dhe sa përqindje sipas jush urrejnë emigrantët? Pra në 100%, sa? 50%, 10%, hiç, 90% apo 100%? Sa? Them këtë sepse e dini se kush është projekti? Projekti i globalizimit është që si fillim të shkundet bota gjithandej, sepse si çdo gjë që fillon dhe shkundet derisa të stabilizohet gjendja. Gjatë momentit që të shkundet, që u japin dhe urdhra
për sa i përket emigrimit e tjerë, parat gjithmonë shkundet, njerëzimi shkunden edhe parat, sepse janë të ardhurë financiare që bëjnë zhvillimin e njeriut. Dhe duhet të dini që të gjitha këto të ardhurë financiare bëjnë që njeriu të stabilizohet dhe të eci me hapa të mëdha. Por, nëse një pjesë e madhe e këtyre të ardhurëve shkon diku tjetër, pra tek emigrantët, sepse për ata që nuk janë të informuar, disa para çohen atje që pra jashtë vendit ose ata që projektojnë, në mënyrë që sepse lëvizin trupa, lëvizin njerëz, lëvizin spiuna, lëviz të gjë dhe lëviz dhe paraja. Dhe marrin dhe shpenzojnë edhe para brenda kur i sjellin, sepse brenda, qase keni vënë re, emigrantët kudo që shkojnë, shteti i mban me të ardhurë financiare, përveç se hotele apo shtëpi apo kudo qoftë, japin dhe një pjesë të vogël parash që ata të mund të jetojnë. Bile u japin dhe një celular. Mirë po, të gjitha këto shpenzime duhet të rikthehen dhe normalisht askush nuk të fal gjë, apo jo. Nëse do kthehen me një përqindje më të lartë. Pra, në radhë të parë bëhet shkundja, pastaj rikthimi i buxhetit, pra të ardhurave financiare, dhe pastaj riinvestimi i këtyre të ardhurave financiare. Mirë po kjo kërkon kohë. Ndaj ju kam thënë shpesher që viti 2030 po vjen. Kështu që deri në vitin 2030, pra 2050 po vjen, sepse deri në vitin 2030 mendohet që të ketë emigrime të mëdha. Bile, si që pa ta thënë, kohë më parë, që do fillojnë që t'ju thonë, nëse dëshironi të shkoni të jetoni aty ku ka vende të treta, si për shembull në Afrikë, dhe ju do thoni, për shembull, jo, unë nuk dua të shkoj. Dhe ta thonë, nëse ti shkon të jetosh në Afrikë, ne t'japim 5.000 euro për shembull në vit, apo 10.000 euro në vit. Ti çfarë do bësh? Ka shumë njerëz që janë hallexhinj dhe shkojnë të jetojnë. Pse? Sepse duhet të pushtohet edhe ai vend atje për të qytetëruar vendin. Ndaj dhe heqin shumë nga afrikanët i sillin këtej, pra që të bëhet një mix gjithandej. E njëjta gjë ndodh edhe me vendet nga Kina. Kinezëve ju dha shansi që të shkonin nëpër Evropë, të punonin nëpër Evropë, pra të punojnë nëpër Evropë dhe të investojnë nëpër Evropë. Bile një pjesë e madhe e tyre kanë blerë shtëpi, kanë blerë vila, toka, ku ta di unë, dhe kanë biznese pafund, të paktën në Itali, kështu është, por ju e dini që në të gjithë botën është kështu, sepse kanë ardhur në Shqipëri. Pra i gjenden gjithandej. Pse kjo? Sepse u jepet mundësia që të popullojnë gjithë botën. Ky është projekti i rendit të ri botëror, pra të jetojnë të gjithë, por në të gjithë botën. Jo në pjesë ashtu siç e kanë, siç e mendon dikush. Pra afrikanët dhe Afrika një ditë do bëhet jo vetëm e kultivueshme si zonë edhe në zonat arabe, tani për tani normal që nuk i prekin dot vendet arabe, sepse kanë ende në dorë naftën dhe u duhet nafta, por prisni dhe pak. Prisni sa të mos marrin më naftën pas vitit 2030, se çfarë do bëhet me Arabinë Saudite dhe të gjitha vendet anëdhënie arabe. Brenda një viti, okay? Priteni. E njëjta gjë do ndodh edhe me Indinë. India tani për tani që u duket vetja indiane që ne kemi shtet, s'kan asgjë, sepse janë ende nën sundimin e Anglisë. Anglia ka sunduar me 100 vjet dhe ende aty ka influencë të madhe Anglia. Ende sot me politikën, me ushtrinë, me të gjitha, dhe e ka nën kontroll, njësoj ashtu siç edhe Japonia. Pra, rendi i ri botëror po mundohet që në radhë të parë të shkund të gjitha shtetet dhe normal që humbet të ardhurë financiare. Kur të mblidhen këto të ardhurë financiare, ndërkohë që janë stabilizuar gjendjet, do shfrytëzohen pikërisht këto vende me ato para, pra jo vetëm me ato para i do merren mbrapsht, por edhe me fitimin e tyre për të lullzuar vendet të tjera të planetit, sepse sipas tyre nuk mundet njeriu me fjalë që të mbijetojë në këtë planet
nëse do jetoj në zonat, për shembull, siç po jetojnë tani, por duhet shkuar edhe në vendet tjera. Normal, sa afërmi nuk do jetë më si sot, pra do jenë distancat akoma më të shkurtra, sepse do ketë makinat përveç se do udhëtojnë me më shpejtësi, por do udhëtojnë në ajër dhe do fluturojnë. Kështu që do jetë më e lehtë të udhëtosh nga një vend në tjetrin, qoftë me mjetet e tua personale, por edhe me mjete publike. Dhe kjo do bëj që mund të jetosh kudo. Mirë po, për të ardhur deri në këtë pikë duhet të vuaj shumë njeriu, tokat, planeti, çdo gjë. Dhe projekti është që në vitin 2050 të ketë përfunduar çdo gjë, të ketë përfunduar me fjalë globalizimi, të jetë bërë monedha një monedhë, me fjalë një monedhe vetme që të jetë virtuale, nëse keni vënë re tani kohët e fundit, nuk mund të mbash para në xhep, për shembull, deri në sa duash ti, 5 apo 10.000 euro në xhep, nuk mundesh. Bile edhe në bank, nëse ti shkon në bank, duhet të kërkojnë pse do t'i marrësh këto para, ku do t'i çosh, sepse parat nuk janë tuat, as të mijat. Ne përdorim parat, por nuk janë tonat, janë të dikujt tjetër. Ti i shfrytëzon ato, bile ata marrin dhe përqindjet në shfrytëzimin që ti parave u bën. Nuk e dini apo jo. Pra, pikësynimi është që në një të ardhme mos të përdoren mos ketë më shpërdorimi i letrës, shpërdorimi për shembull si bëhet tani të plastikës, shpërdorime të naftës, të mineraleve apo ku ta di unë. Sepse në qoftë se do ecet përpara në këtë formë siç jemi në këtë periudhë, do të ketë një shkatërrim të madh, sepse ne në më pak se 200 vite i kemi shkaktuar kaq dëm këtij planeti, saqë në një kohë shumë të shkurtër, nëse keni parë dhe atë orën e apokalipsit që kemi bërë në emisione, që në një kohë shumë të shkurtër toka përfundon, sepse nuk ka më, nuk mundesh dot më të jetosh në këtë planet. Qoftë nga gazrat, sepse gazrat janë pafund, nuk e dini apo jo, pra është një çmenduri e madhe që njeriu, bile ata që janë më të pasur, ata e bëjnë probleme më të madhe, që janë vetëm 5%, po ata bëjnë problemet më të mëdha. Sepse gazrat e fabrikave, hidrocentraleve, ku ta di unë, gjitha këto, përveç se makinave, që edhe makinat, por është edhe njeriu, janë edhe kafshët. Bile, nëse doni ta dini, kafshët janë ato që prodhojnë më shumë gaz nga të gjitha gjërat që ne kemi në këtë planet. Po pse? Sepse pikërisht sepse ne bëjmë riprodhim kafshësh pafund. Ne prodhojmë rreth, e kam thënë një herë këtë, po dua ta përsëris edhe një herë që prodhojmë rreth 1,5 miliard lop në vit, 1,5 miliard. Më duket apo më shumë janë, nuk më mend mirë. Megjithatë rreth 12 miliard dera, 20 miliard pula, një gjë e tillë. Pra janë pafund. Të gjitha këto prodhojnë gaz dhe gazrat janë shumë të rënda. Pra në atmosferën, sepse ne gjendemi sikur të jemi në një shtëpi të vetme. Dhe të gjitha këto gaza në përgjithësi dëmtojnë edhe ata që gjenden këtu. Kështu që nëse kuptoni mirë dhe të qëndroni nga larg, si në një shtëpi për shembull, që të shikoni se si është situata, po në këtë mënyrë mund të shikoni tokën, planetin Tokë dhe të gjitha speciet. Dhe aty kuptoni që nuk është njeriu që i projekton këto gjëra. Jo. Njeriu është si puna e kafshëve të tjera, vetëm që është një kafshë që kujton se është më i zgjuar. Po ashtu siç bën edhe njeriu me delet, me lopët, me derrat, ndoshta dikush tjetër bën me njeriu. Ku i dihet? Në çfarë forme gjejeni ju, në çfarë forme e bëjnë. Kështu që nejse, nuk doja të futesha në këto hollësira, por doja të thoshe që për mendimin tim, ky është projekti i rendit të ri botëror. Pra, është një globalizim që përpara se të arrijë do ketë shumë lëvizje të gjitha fushave, thash në njerëzim, në makineri, në struktura, në inteligjencë artificiale, gjithandej. Dhe pastaj duhet jetë çdo gjë e përgatitur që nga viti 2050 e tutje, ata që do mbeten do hanë me lugë floriri. Kështu thoshin të parë tanë, shqiptar apo jo.
Tani unë pres një komentin tuaj çfarë mendimi keni ju për këtë argument, sepse është vërtet shumë delikat dhe le të themi që isha pak jo direkt, por pak irash pak anash. Por sidoqoftë pres komentet tuaja se çfarë për pyetjet e para që ju bëra në video, se çfarë mendimi keni dhe që në mënyrë që ta diskutojmë dhe të kuptojmë më mirë këto diskutime. Ju falenderoj që jemi për herë bashkë dhe natën e mirë. Kalofshi bukur, mos u merakosni, sepse sidoqoftë nëse nuk do të na donin, do të na zhduknin brenda një dite, brenda një ore. Por nuk është ky problemi. Problemi është tjetër. Problemi është si punë e pula, nëse ti ke një pulari, je i detyruar që her pas here ti pastrosh, të bësh, ti vaksinosh, ti rregullosh, ti të sistemosh pulat, sepse edhe do pikturosh vendin atje, do dezinfektosh apo jo. E njëjta gjë ndodh edhe me njeriu. Mendojeni mirë. Kështu që pa merak. Hajde, natën.